precedenteve më parë ose shprehjes më parshme për raste analoge me rastin e zotit Veliaj, si ka mundësi që në këtë vend, Romeo, çdo kush bën çfarë do dhe askush s'përgjigjet për çfarë bën? Nuk është, besoj, çdo kush bën çfarë do, por monopolin për të bërë çfarë duan e kanë marrë dy forca politike dhe kryesisht dy persona. Me kodin zgjedhor, pra dhe ligjërisht, duke e bërë të paligjshme me forcën e kartonit, të fotave, pra ti me forcën e kartonit nuk mund të bësh, s'duhet të bësh çfarë mund të bësh ti, çfarë ke fuqi të bësh, po duhet të bësh çfarë duhet të bësh. Për çfarë është e nevojshme të bësh. Unë mund të jem mazhorancë, mund të jem dhe i fortë, mund ta bëj zap gjithë lagjen, ta shtrojnë hu gjithë lagjen, për e marrë si shembull, por s'mu ta bëj, se nuk duhet bërë. Pra unë, mënyra e menaxhimit fuqisë është politika vërtet. Dhe në shumë vite bashkë, unë të kam thënë që në fillim, të paktën nga përvoja e jetës që kam pasur, kam parë që nëse ka një çelës që mund të hapi çdo derë, mund të rregullojë çdo problem në Shqipëri, ai çelësi quhet drejtësi. Që tek rritja e fëmijës nëpër kopshe, me sistemin arsimor fillestar që është atje, nëpër shkolla me bullizimet, me nivelin jo të duhur të arsimimit. Po flet për mësues apo kjo është jeta, profesor, absolutisht. Qoftë me edukator. vlerësimin, ku mbillet vlerësimi është i tillë që mlefi hallet e mësuesve derën tek nxënësi në mënyrë pa drejtë. Ata janë të papërgjegjshëm. Edhe me ligj dhe me moshë, janë të vegjël. Unë ka pasur raste të tmerrshme në shtëpinë time. Kam edukuar një vajzë shembull si qytetare. Shembull, ti një të 3 fëmijët e mi. Djemtë i kam edukuar dhe të përballën, asaj e kam edukuar qytetare. Dhe arriti një ditë tha, nuk do ikim më në shkollë. Se mësuesja e matematikës u bë keq që vajza ime filloi kurs në vend tjetër. Unë duke qenë një çik manjak për matematikën, duke dashur ta ndihmoj në lëndë kryesore, pra e çojmë në kurse se shpjegimi është bërnut në shumicën e lëndëve, dhe u bë keq që vajza ime nuk shkoi tek kjo mësuese, si duket, po shkoi. U bë keq. E ta merret nga një njeri tepër i urtë. Qytetar, domethënë. Po flas pastaj në detimin që japin fëmijëve në shkolla, pastaj në punësime edhe në jetë. Çfarë aspekti njerëzor ne kemi lënë të respektohet në bazë mirë në bazë ligjeve jo, po në bazë normave që kemi pasur për shekuj. Çfarë teme ka qenë tabu mos preket, gjitha u preken. Pronat po e po. Kërkojmë të shkojmë në Europë pa ligj për pronat. Pronat i ka pas familja ime këtu në Tiranë. Më falë, s'ka gjë. Kanë qenë janë copërluar dhe s'po i shohim to. Po kush vjen bën investime nga Europa pa prona? Po them diçka shumë të rëndësishme. Kush bën investime nga Europa dhe bota, po qoftë brenda investimet bëhen të jashtme, pa garancinë që detyrimet kontraktuale do të respektohen. Ky është thelbi. Dhe unë besoj se e njoh mirë kontratën. Të mos them shumë mirë, jam manjak për sado që investohem në fusha tjera, vetë gjitha kodet e kontratë, kushtetuta është kontratë. Që ne si popull shqiptar kemi me njëri tjetrin që mbi këtë tokë, po dhe në sovranitete ku shtrihet. Sovranitete për në ambasada, në avione, për anije tjerë, të i bashketojmë me këto ligje. Ne de facto ka prevaluar një kontratë. Ne do bashketojmë me 2 maliq, me Ramën dhe Berishën. Dhe të gjitha vlerat njerëzore
dhe digniteti është baza, dhe çdo njeri do të gjejë lumturinë në bazë punës të tij, vlerave të tij reale, njerëzore, jo antivlerave, se për të kemi parashikuar penalitete, edhe një kontratë midis meje dhe teje do ketë penalitete, po su zbatuar. Pra një kontratë krijon drejta detyrime. Jo, ne kemi deri diku ligjin, këta ndikojnë, kapi dhe pushtetin këta usallar të mëdhej, dhe pastaj të gjitha dëshirat dhe qëllimet dhe objektivat e tyre, politike, ekonomike, kriminale, që kanë ato janë ligji vërtet, ato janë ligji mbi ligjin, dhe ata nuk i binden ligjit. Dhe këtë moment, kur ti krijon figura të cilët nuk ne habitemi po të shkojnë përpara ligjit, pasi kemi krijuar precedentin e rrezikshëm 30 vjeçar, figurat që nuk përgjigjen para ligjit, ne kemi pranuar sundimin e tyre. Pra, çfarë është sundimtari? Një njeri i cili bën ligjin, por nuk i bindet ligjit dhe dëshirat e tij janë ligj. Realisht, ne kemi për ligj këta dy persona dhe pazarin ndërmjet tyre, pazarin politik ndërmjet tyre. Po pse nuk arrin ta çajnë dy maliqet në fakt ligji? Tani, Që mendojmë se kodin zgjedhor që kanë bërë në 2008 e ka certifikuar dhe kalcifikuar duopolin, jo monopol, ose monopolin dy persona politik, po duopolin tyre, ose oligopolin politik. Ne nuk kemi një tregtie politik. Ne ikëm nga një centralizim, po nuk kemi tregtie politik. Për arsye, dhe nuk kemi as tregt lirë ekonomik. Dhe ky tregu politik, që është oligopolizuar, ka oligopolizuar të gjithë jetën në çdo aspekt. Dhe nuk besoj se sot ti ke bindjen që ti ke drejta plota politike. Është vrarë meritokracia, nuk kemi ligje për administratën, nuk garantojmë zbatimin e detyrimeve kontraktuale e tjerë, dhe nuk kemi standardet e duhura. Për të bën mbrapa gjithë gjërat në Shqipëri. Në funksion të kujt? Baza për mua baza duhet kthyer blishit tek veti. Tek vetja. A jemi ne që i mbollëm këta persona? Po. Edhe që i mbjellin, vazhdojnë të i mbajnë. A kemi iluminuar ne njerëzit? Ti e kupton shumë mirë që vota jote është e njëjtë me votën e njeriu të painformuar. Ti njeriu, edhe kur një njeri është në hall, edhe kontrata nuk i merret parasysh. Kodi civil e njeh nga nenet 92 e lartë për kontratën në nevojë. Ne votojmë gjithmonë